Për ty me gjujt, për nuk ka për shumë familje. Në social thash me gjujt, sash me gjujt këtë, për në social. Këno ti, s'paku për shkollës që ke kry, do doj me dit një fakt. Bugjeti mbledhet me hin tregun financiar, zhvillime në investime kapitale dhe në zhvillim, një pjesë mbetet për shërbime, edhe për shërbys civil. Polici ushtri mbrojtje këtu. Por, hijet në tregun financiar, zoti Shala me u shumë zu para poplit. Jo be mu këthy bëta. Po Matoshi, po sa u rrit bugjeti prej që ka ardhë këmë pushtet? Që të kalzoj, 5.1 është bugjeti, po menoj 3.6 ka qenë. Se bugjet, si vjet s'ka pas heq bugjet, po i qeveri s'kalu, më kon 3.6 u rrit 4 miliard. Bugjeti. Po, a kupton që rritja ekonomike, krenar Shala, është 5.1% Kosovë, për cilave i ka hongër inflacioni 3.5, kanë mek 1.6. Jo, ajo është neto është ajo. O, Shala, çmimet rrituna, paret këtë ekonomisat, po logaritit që 100 euro që i nisënishit, sot ka fuqi nominale, blerë se 60 euro. Logika o këmë 40 euro na u kanë avullu ke në pejgjepit. Nëse ti dje me 10 euro i ke blit 2 hamburgera, ta shë në rrit hamburgera, shmimi u ka rrit. A u rrit hamburgera shmimi? Jo, u ka rrit shmimi, së më shmi blit 2 hamburgera. Edhe e dyta, ti janë njësë me kursy, Matoshi. Natyra e njëre to kur të rritën shmijet me kursy. Kur ti janë njësë me kursy, bjen qarkullimi. Kur bjen qarkullimi, ule bugjeti, nuk rritët bugjeti. S'ka logjik kjo flim, nuk zmora vesh. Ne, se mos bojmë ka hashime të shegu, me këtë produkte, që s'po du me janë. I kemi mbet borgj Matoshit se më herë për 100 euro, se për 100 euro, në kodë se pas e këthejmë me betë. Mas pojë du të me pas qartë që, po, Popullsia Kosovës, një pjesë e tyne, tash do të them me faktet një hulumtimi që u bën në vitin 23. Popullsia Kosovës është relativisht e vazhfun. Prandaj ka nevoj edhe për injekcione tilla, për ndihma tilla, po jo që të gjithë. Mu më vjen keq, une kena edhe një fëmijë i cili jeton familja ti me 1.8 Falë, se taj më huk. Falë, në regull. Shkruj që aty. Po, pa tjetër. Tash është shumë keq më këshin metë në fyt, që aty pare kër e di që dikush që atë ditë s'ka buk me blej. Prandaj edhe këtu e dosh me po. Si pas hulumtimit që e përmena, 24% e popullsisë Kosovës jetojnë në varfëni s'kajshme. Prej 6.5 cent, 50 cent në ditë, deri 1.80 cent ditë. 5% janë 1.80 cent ditë. Që ty në kategorive, familjeve që mori ndihma sociale, që ty në familje edhe jetimore, kush është fëmijë që janë jetimore, po, e kësha dorë të okit edhe i kësha, po, kjo në fushat është në kuptimin krejt e kanë bonve, edhe këto s'pe thëmë që pe bon veç zoti Kurti, e kanë bon gjithë kryeministrat. Një mënyrë o një mënyrë tjetër, por, etika e pushtetit nuk e lejon. Se në kuptimin ligjor, kur kush mund me thonë